Departamenti i garave në Federatën Shqiptare të Futbollit ka përcaktuar kalendarin e ndeshjeve të fazës Final Four, ku do të përcaktohet kampioni i edicionit 2025-2026 të A Business Superiore, si dhe skuadrat që do të marrin pjesë në kualifikueset e Ligës së Konferencës. Të gjitha ndeshjet edhe në këtë edicion do të luhen në Air Albania nga data 16 deri me 31 maj, duke garantuar një organizim maksimal dhe standarde të larta për fazën më të rëndësishme të sezonit. Sipas rregullores, 4 skuadrat e para në përfundimin e fazës së rregullt do të sigurojnë pjesëmarrje në Final Four. Pikët në këtë fazë do të përgjysmohen duke marrë përbazë vlerën më të ulët dhe në total do të luhen 6 ndeshje. Takimet e para do të luhen me 16 dhe 17 maj, të dytat 23 dhe 24 maj, ndërsa ndeshjet e treta 29 dhe 31 maj. Skema ndeshjeve do të jetë e tillë: në 16 maj do të luajë vendi i parë me të katërtin, në 17 maj vendi i dytë me të tretin, në 23 maj do të luajë vendi i parë me të tretin, në 24 maj vendi i dytë me të katërtin, në 29 maj vendi i tretë me të katërtin dhe në 31 maj vendi i parë me të dytin. Të gjitha këto sfida do të luhen në të njëjtën orë, 19. Në rast barazimi pikësh midis 2 apo më shumë ekipesh në fazën Final Four, renditja përcaktohet sipas kritereve në vijim. Pikët e grumbulluara në ndeshjet direkte gjatë kampionatit dhe fazës së Final Four, diferenca e golave të shënuar dhe të posuar në ndeshjet direkte, si dhe diferenca e përgjithshme e golave në të gjithë sezonin.